Selam aleikum, po unë nuk di të falem. Thot kam shef me fal, po s'di, vetëm agjerim bëj. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Sot është shumë e thjesht të mësosh të falesh. E thjesht ka qenë, por sot është edhe më e thjesht. Shkruaj në Google, falja namazit për fillestar, të del kjo fletpalosje. Shkarkoje në telefon, duke i lexuar fjalët aty e mëson të falesh. Ti mashallah agjeroke, lusë Allahun e lartësuar që të ta pranoj agjerimin. Patjetër që është vepër që dëshmon se njeriu e do Zotin e gjithësisë, e do xhenetin, por filloje namazin, mos e vono. Është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Falja namazit është më e lehtë se agjerimi. Dhe është mirësi për ty si në këtë botë dhe në botën tjetër, është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Është porosia e fundit që na kalon profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Qetësim për shpirtin është namazi. Është patjetër lidhje e fortë me Zotin e gjithësisë. Dhe është puna e parë që do të pyetemi ditën e gjykimit, dhe kush i fal 5 vakte i premtohet xhenetit. Ti po rri gjithë ditën pa ngrënë dhe pa pirë për çfarë? Se do të arrish kënaqësinë e Zotit gjithësisë. Do të arrish shpërblimet. Atëherë, kush i fal 5 vakte i premtohet xheneti? A ka shpërblim më të bukur dhe më të mirë se sa xheneti? Në xhenetin gjithë e du. Kështu që unë të këshilloj nga sot. Shkruaj në Google falja namazit për fillestar, del kjo fletpalosja, shkarkoje në telefon, duke i lexuar aty avash, nuk ka problem, derisa të mësosh nuk ka asnjë problem. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft që ta falësh namazin. Amin.